Pyetje e fundit, zoti Pedre. Nuk e di nëse isha i qartë për këtë? Jo, shumë i qartë, po se karova pak edhe në pjesën teknike tani. Mendon ti, sigurisht gjithë duhet dalin para drejtësisë. Pasi dënimi i 10, 20 apo 50 politikanëve. Nuk e zgjidh, jo, nuk e zgjidh. Do të zgjidhë problemin e drejtësisë në Shqipëri, kur kemi mira dosje për njerëz që janë problem me pronat, ku ndodhi dhe vrasja e gjyqtarit, njerëz që kanë probleme elementare dhe i shkojnë dosjet me vite. Pra, kjo zvarritje e kjo proceseve gjyqësore. Edi Rama, si kryetari i qeverisë. Të kuptova, a krijon frustracion ke njerëzit? Ta kuptova këtë. Nuk ka një barazi, do thuash. S'ka një barazi. Jo, absolutisht. S'ka një përkushtim. Ja. Për hallet dhe shqetësimet e qytetarëve të cilët kanë lidhje me pronat. Me pronat. Jo vetëm me pronat, por me probleme. Po edhe me shumë elemente të tjera. Atëherë, futja e inteligjencës artificiale. Flasim për kadastrën, varri dhe institucioni që ka prodhuar konflikte pafund. Quhet Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Në qoftë se te Agjencia Shtetërore e Kadastrës sot shikon njerëz të cilët do të jenë jurista me eksperiencë, të njohin pjesën e pronës, nëse nuk ka inxhinier topograf që të zgjidhin atë konfliktin në bazë të ligjit të vitit 2018 dhe të 2020-s që i parashikon ligji si të rregullohet marrëdhënia e konflikteve, të mbivendosjeve, kufive e tjera, unë të them vetëm kaq, që kemi një marrëdhënie e cilën e zgjidh vetëm inteligjenca artificiale. Mbajmë më mirë këtë. Do jemi bashkë këtu, mbajmë më mirë, sepse pse do të jetë kjo? Po marrim një dosje që ka 4 mbivendosje, ka 4 konflikte pronësie. Do të filloj, do të futen të pjesa e inteligjencës artificiale, elementet e skanuara dhe dosja përkatëse, pasi ta transkriptoj vetë programi dhe gjen elementin bazë se cila është pranvendosja reale dhe ajo ta jep dhe të nxjerr cili ka vepruar gabim, cili është nga personazhet me vendimin e gjykatës ka manipuluar e tjera. Pra në qoftë se futet sistemi i inteligjencës artificiale, unë i kam parë këto, më prandaj të them. Dakor. Unë i kam parë këto dhe në qoftë se nuk futet kjo, se ne flasim ChatGPT, nuk është ChatGPT-ja. Inteligjenca artificiale është më i gjerë, ka një fushë tjetër të pjesa se si mund të bësh. A e di që sot ne kemi element që po bëhet inteligjenca artificiale në avokati? Që unë jam pjesa të grupi që jemi sot në Torino të Italisë? Dhe të shikosh mregullira dhe të pjesa e gjyqësorit.